Ramazani, muaji i sakrificës, mëshirës dhe pastrimit shpirtëror. Agjërimi Saum është një nga 5 shtyllat e Islamit. Ai nënkupton dalimin nga ushqimi, pija, marrëdhëniet bashkëshortore, si edhe tek këqija dhe deri tek agimi në akşam. Përfitimet shpirtërore të Ramazanit. 1. Afrimi me Zotin. Rrit lidhjen me Allahun përmes lutjeve dhe leximit të Kuranit. 2. Pastrimi i shpirtit ndihmon në largimin nga mëkatet dhe zakonet e këqija. 3. Rritja e durimit. Agjerimi forcon vetkontrollin dhe disiplinën. 4. Shtimi i veprave të mira. Muslimanët japin sadaka dhe ndihmojnë të varfrit. 5. Nata e Kadrit, një natë shumë e vlefshme gjatë Ramazanit, e njohur si Lejlat al-Qadr, e cila konsiderohet më mirë si një muaj. Përfitimet shëndetësore. Kur bëhet në mënyrë të rregullt dhe të shëndetshme, agjërimi mund të ndihmojë në pastrimin e trupit, përmirësojë metabolizmin, ulë nivelin e sheqerit në gjak, ndihmojë në kontrollin e peshës. Gjithmonë këshillohet kujdes për personat me probleme shëndetësore. Përfitimet shoqërore. Forcon lidhjet familjare, iftaret së bashku, rrit ndjenjën e solidaritetit me të varfrin, shton bashkimin në komunitet përmes faljeve në xhami. Çfarë bëhet gjatë Ramazanit? Faljet e shtuara, sidomos namazi i teravive, lexim i Kuranit, dhënia e zakatit dhe sadakas, iftar, qelja e agjerimit, syfyr, ushqim, paragimit. Si përfundon Ramazani? Ramazani përfundon me festën e madhe të quajtur Eid al-Fitr, Fitr Bajrami, e cila festohet me falje, vizita familjare dhe gëzim.